Edhe gjatë dimrit, Puka vjen të jetë turistike. Qyteti i vogël ofron qetësi, bukuri natyrore dhe male me dobor, duke tërhequr vizitorë që kërkojnë një përvojë ndryshe nga përditshmëria. Jemi nga Amerika, nga Florida, shfrytzuam pushimet për të udhëtuar. Morëm një makinë me qira, nisëm nga Rinasi drejt Pukës e më pas do të vijojmë nëpër Shqipëri. Përse Puka, një mik që ka jetuar këtu na e sugjeroi, është një qytet i vogël i qetë dhe shumë mikpritës. Ushqimi është i shijshëm dhe pak raki në këtë të ftohtë e bën përvojën edhe më të veçantë. Më pas do ta vazhdojmë udhëtimin tonë drejt Shkodrës e në jug të Shqipërisë. Operatorët turistik theksojnë se gjatë 2 viteve të fundit Puka ka shënuar rritje të vizitorëve, duke u kthyer në një nyje lidhëse mes Alpeve të Veriut dhe Kosovës. Një rritje të numrit vizitorëve të huaj, gjithashtu edhe shqiptar. Ajo që unë kam vure këtë sezon ka qenë edhe rritja e netëve të qëndrimit. Për mua është në hapat e duhur, përveç se ka nevojë më shumë për promovim dhe shërbime për investime nga qeveria dhe pushteti lokal në aspektin e turizmit. Ka pas shumë interes të madh dhe njerëzit janë çdo ditë më shumë të shpreh interesin edhe për Pukën edhe për destinacionet për rreth, se na ofron se kena shumë të bukura. Domethënë Pukë mund me ofru si në verë, si në dimër, na kena shumë ofru për njerëzit. Edhe çdo ditë më shumë shpresoj si t'ju krijojmë edhe mundësitë e pritjes, shërbimit e çdo gjë, si të jenë çdo gjë mirë. Me qetësinë e saj, bukurinë e verës dhe dëborën që mbulon malet gjatë dimrit, Puka po konsolidon pozicionin e saj si një destinacion i tërheqshëm për turizmin gjatë gjithë vizitit.